cilat kanë qenë pengesat kryesore në raport me juve, punën e juve si gjyqësor në administrim dhe këto që kanë bo pastaj që me pengu qasjen e qytetarëve në drejtësi. Mos ecja me kohë. Pra, ne kemi ndërtu institucione, madje edhe kemi konsolidu me thonë drejtën, dhe kur shikohet tash në krahasim me vende të tjera, ndoshta kemi bën me kohë shumë rekord, sepse veç 25 vite realisht janë të këtij gjyqësori. Mirë po, mos ecja me kohën e kupton që në mënyrë të kujdesshme dhe të mbështetur nga shteti nuk është zhvilluar drejtësia. Pra ne nuk e kemi përcjell sa është kërkesa e qytetarit, atij që kërkon shërbim në gjyqësor dhe sa është ky potencial. Pra thjesht në një farë formë ndoshta nganjëherë jemi mjaftuar me ekzistencën e institucionit pa shiku çfarë përmbajtje të shërbimeve po jap. Ato do të jenë thjeshta, do të jenë cilësore, do të jenë besueshme, do të jenë shumë lehtësashme, do të jenë sigurta, tepër është më rëndësishme. Dhe në këtë kontekst unë po besoj që përgjithësi, domethënë kemi ndërtu, hartu, miratu strategjia, plane, veprime, koncepte, gjëra të tjera, por pastaj në fazë të zbatimit ose ka dështu ndërveprime, sepse pushtetet përveç që realisht janë ndara, ato ndërveprojnë. Dhe në momentin kur nuk ka ndërveprim të duhur dhe efektiv të pushteteve, në këtë rast, në veçantë gjyqësorit me ekzekutivin, për shkak se aty duhet të ishin pranuar propozimit dhe pastaj ta themi me legislativin që është garantuesi në fakt i të gjithëve pastaj, definitivisht hasim në disa si më thon çalime të cilat në periudhë kohore shtira definitivisht kanë grumbulluar raste, kanë kryer problematika, kanë pamundsu pastaj institucioneve të zhvillohen në mënyrë normale. Dhe po marr vetëm një shembull thjesht. Çka ne kupton kjo mos ecja me ku. Për shembull, përveç se ne jemi ndalë shumë te efikasiteti, sa raste kemi kryer, sa po presin. Nuk është vetëm kjo sfida. Është edhe cilësia. Për shkak se mungesa e potencialit që realisht e ka pas gjyqësori në njerëz në radhë dhe në dije, të dyja janë. Nuk do të më mohun asnjëherë. Pra ne kemi dy problematika. Edhe në mungesë të potencialit për të bërime njerëzore dhe tash teknologjike, sepse është pjesë e pandashme më e zhvillimit, dhe njëkohësisht e mungesës së kapacitetit në dije, për shkak se e dim këtë procesin, ta themi kanë njëherë ping-pongut që është edhe brenda gjyqësorit, kanë kriju, si më thonë, situatë kur edhe gjyqtari, edhe zyrtari, edhe gjykata, edhe vetë struktura gjyqësore në përgjithësi është përballë me pamundësinë e adresimit të gjërave, edhe në kohë, edhe në cilësi. Pra, për shembull, ne e shohim disi vendimin si produkti i gjykatës, por në shumë raste ajo është atributi shumë subjektëve që morrin pjesë në nuk duket kërkon bote zakonshme me mungu ose me dështu seanca gjyqësore për shkak të për shembull prokurorit. Po të na dështon sepse atje ka mungesë kapaciteteve. Nuk duket ndoshta e zakonshme me dështu për shkak të avokatit, por të ne dështon. Nuk duket hiç e zakonshme në çështje familjare me dështu për shkak punëtorit social, por të ne dështon. Sepse realisht atje kanë mungesë të kapaciteteve. Pra, realisht kur e shikojmë kështu si tërësi, edhe zhvillimin pastaj të ndryshimeve ligjore dhe strukturave, kanë përbën një grumbull faktorësh që e kanë diktuar në përgjithësi gjendjen, e cila tash i imponohet institucioneve, edhe vetë Këshilli Gjyqësor kur qanone, edhe tani që kryesisht merren me situatën e emergjencës për të adresuar bekllokun dhe problematikat që janë. Por kjo nuk kupton që ne jemi në vonesë të kësuar dhe çdo të jemi vonesë për cilësinë, pavarësisht që ka edhe rezultate pozitive. Diçka që është e kisha thonë, ndoshta kanë njerë kemi diskutuar dhe ndërtu koncepte për te mundësive tona të zbatimit. Pra, kemi pas aspirata tepër të mëdha, ndërkohë që kemi probleme bazë. Dhe mendoj që do të duhet ndoshta, shpresoj që pas të konsolidimit të institucioneve, do duhet të riktheheshim institucionet edhe një herë, edhe për shkak të procesit që duhet Kosova në rrugën e anëtarësimit, të ketë një koncept nacional për zhvillimet në drejtësi, por që nuk kufizohet vetëm në gjykatë. Shkon te policia,
shkon te prokuroria, shkon te shërbimet sociale, shkon te agjenci tjera që ndërveprojnë, të organizatat tjera që ndërveprojnë në një formë me këtë rast gjyqësorin dhe që në fakt bëjnë vetë nocionin si më thënë strukturë e shtetit në kontekstin ligjor. Nëse këto nuk funksionojnë dhe barikadohen duke e hedh fajin tek njëra tjetra, atëherë natyrshëm problemet veç shkojnë duke u rritë dhe ke i faturohet pastaj asaj që po e quajmë fakt gjithë mosbesimi i publikut gjyqësor dhe njëkohësisht pengesë serioze për realizimin e drejtave të cilit.